Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një ditë Aisha e pyet bashkëshortin e saj: "O pejgamberi i Allahut, në qoftë unë gjej natën e katërt, më mëson një lutje që të lutem Zotit me të." O Aisha thuaj: "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Zot, ti je falës e dëshiron faljen, më fal mua. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zgjedhur pikërisht emrin e Allahut falës, mes asaj game të madhe emrash që ai ka. Sepse fare mirë mund të mësonte Aishës një emër tjetër apo një lutje tjetër, duke përmendur fjalën Rahman, mëshirues, Wakil, miqyerës apo sipërmarrës të gjitha problematikave që mund të ketë Aisha apo të gjithë njerëzit e tjerë. Ose mund t'i thonte përmend emrin e Allahut El Qawi, o Zoti i fuqishëm, pra më qëndron pranë, duke më dhënë fuqi mua që t'i përballoj sfidat e jetës. Përpara se t'i përgjigjem kësaj pyetje, do të dëshiroja që të përmendja faktin që i gjithë krijimi e gjithë ekzistenca është manifestim i emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Jo në kuptimin që Allahu është imanent, pra i inkorporuar dhe është i trupëzuar pra në krijimin e tij, por që gjurmët e emrave të Allahut azza wa jall ndodhen kudo. Në qoftë se ne shikojmë prindin që sakrifikon nga koha e tij, sakrifikon nga shëndeti, nga të ardhurat e tij për t'i ofruar fëmijëve të tij një jetë dinjitoze, atëherë ne fare mirë më të shikojmë që këtu manifestohet dhe shikojmë gjurmën e emrit Allahu subhanahu wa ta'ala, bujari. Ky prind tregohet bujar me çdo gjë që posedon, pikërisht ai prind. Në qoftë se ne shikojmë që ai fal gabimet dhe fajet e fëmijëve të tij, normalisht që ne mendojmë që emri i Allahut subhanahu wa ta'ala, El Ghafur ose El Afu, manifestohet në veprimin e faljes që tregon ky prind karshi fëmijëve të tij. Atëherë nëse ne do t'i referohemi atyre haditheve që përmenden pikërisht për muajin e Ramazanit, ai i cili agjiron muajin e Ramazanit me besim tek Allahu dhe me shpresën tek shpërblimi i tij, Allahu ka për t'i falur gabimet e tij të mëparshme. Ai i cili fal namazin e Teravis, pra namazin e natës, pikërisht në muajin e Ramazanit, me besimin tek Allahu dhe me shpresën tek shpërblimi i tij, Allahu subhanahu wa ta'ala do t'ia fal gabimet. Ose fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në çdo ditë të Ramazanit amniston nga dënimi i tij një kontingjent saktuar nga besimtarët musliman. Atëherë të gjitha këto hadithe të cilat flasin për faljen e Allahu subhanahu wa ta'ala janë tregues që pikërisht lutja që i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishës, duke përmendur emrin e Allahut falës, është më e përshtatshmja që mund të bëjë një besimtar pikërisht në 10 ditën e fundit të muajit të Ramazanit, duke shpresuar tek nata e katërt për t'i kërkuar Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i fali gabimet. Unë lutem Zotin të na fal, na mëshiroj, na amnistoj nga dënimi i tij në botën tjetër dhe të na i pranoj veprat tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.